Në një kohë tensioni të lartë ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të shtyjnë për 2 muaj të tjerë sanksionet ndaj industrisë serbe të naftës. Vendimi shihet si një hap i rëndësishëm për stabilitetin ekonomik të Serbisë dhe për marrëdhëniet mes dy vendeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtyrë për 2 muaj të tjerë hyrje në fuqi të sanksioneve ndaj industrisë serbe të naftës, njoftoi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vučić shprehu falënderime për partnerët amerikan, duke theksuar se ky është një lajm i mirë për qytetarët e Serbisë. Sipas tij, sanksionet, të cilat pritej të hynin në fuqi më 28 prill, do të shtyhen deri më 27 qershor. Industria serbe e naftës, e kontrolluar kryesisht nga kompanitë ruse Gazprom Neft dhe Gazprom, u vendos në listën e sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 10 janar. Sanksionet synojnë të ndalojnë përdorimin e të ardhurave nga sektori energjetik për të financuar luftën e Rusisë në Ukrainë. Deri më tani, Washingtoni ka shtyrë 3 herë zbatimin e sanksioneve, duke i dhënë Serbisë kohë shtesë për të menaxhuar ndikimet ekonomike. NIS luan një rol kyç në ekonominë e Serbisë, duke qenë kompania e vetme që merret me kërkimin, prodhimin dhe përpunimin e naftës dhe gazit natyror. Një goditje ndaj kësaj industrie do të kishte pasoja të rënda në furnizimin me energji dhe stabilitetin ekonomik të vendit. Ndaj çdo vendim për shtyrje shihet me rëndësi të veçantë si për autoritetet serbe, ashtu edhe për qytetarët. Shtyrja e fundit e sanksioneve konsiderohet një dritare e vogël kohe për Beogradin, por edhe një sinjal i kujdesshëm diplomatik në një sfond ndërkombëtar gjithnjë më të tensionuar.